parë nga qoshja, por duke qëndruar me vetbesim të jetë ambicioze dhe largpamëse, sepse realiteti ka ndryshuar. Shqipëria nuk shihet më si një cep i largët në hartëm, por si një vend ku gjërat ndodhin, ku reformat nuk janë premtime por praktika dhe ku shndërrimet, transformimet nuk janë slogane por fakte të përditshme. Në një Europë që po rimendon arkitekturën e saj të sigurisë dhe ekonomisë, vendi ynë qëndron si një shtyllë stabiliteti, një partner i besueshëm dhe një ekonomi në rritje. Ne kemi hapur të gjithë kapitujt e negociatave me BE-n në një kohë rekord, e kemi dyfishuar buxhetin ton, GDP-n ton, ndërkohë që deficiti ynë është në nivelet më të ulura të mundshme. Gjithashtu kemi edhe një sektor në rritje të turizmit, gjithashtu kemi edhe një sektor i cili ku po rinovojmë infrastrukturën tonë nga portet deri tek ekurudhat dhe po shtyjmë transformimin digjital me një shpejtësi marramense. Po e bëjmë të gjithçka duke luftuar korrupsionin, duke modernizuar shtetin, ndërkohë që pagat po rriten dhe industria ushtarake po rilind dhe po fillon me disa hapa shumë të mirë. Asnjë gjë nuk ndodh si aksident dhe kjo po ndodh hap pas hapi mes punës, besimit dhe historia jon e rritjes.